me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohem në ata engjëj që i marrin shpirtërat ashpër besimtarëve, dhe në ata që i marrin buzësh besimtarëve, dhe në ata engjëj që notojnë në hapësirë në mes tokës së qiellit, si dhe në ata engjëj që garojnë për kryerjen e urdhërave, dhe betohem në ata engjëj që i rregullojnë ato që nuk janë të rregulluara, në ditën kur toka do të dridhet nga tërmeti, të cilit pason tjetri. Atë ditë zemrat do të jenë të tronditura, e shikimet e tyre të përulura. Ata jo besimtarët thonë, me të vërtetë do të kthehemi ne në jetë në gjendjen e mëpashme. A thua edhe kur të bëhemi eshtra të kalbur? E thonë, e atëherë të kthyrit do të jemi të humbur, e do të jetë ajo ringjallja vetëm një thirrje, dhe ja ata për një herë të gjallë në tokë. Atë ka ardhur ty o Muhammed lajmi për Musajin, kur Zoti i tij e ka thirrë atë në lubinën e shenjtë të Tuvas. Shko te faraoni, saj, me të vërtetë është tërbuar, dhe thuaj faraonit, a don ti të pastrohesh nga të keqijat, dhe të udhëzoj te Zoti yt që ti druhesh për të mos bërë të keqija. Dhe ja tregoi Musai faraonit mrekullimet e mëdha, por ai mohoi dhe e kundërshtoi. Pastaj u kthye, u përpoq dhe i tuboi njerëzit e thiri. Unë jam Zoti juaj suprem i lartë, dhe Perëndia ja ekspozoi atij dënimin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Kjo është këshill për ata që i druajnë Perëndisë. Çka është më vështirë, krijimi juaj apo i qiellit? Ai e ka ndërtuar qiellin, lart e ka ngritur kupën e tij dhe e ka përsosur, dhe netet e tij i ka bërë të errta, kurse ditët e ndryshme. E pastaj e rrafshoi shtrirë tokën, dhe nga ajo toka i nxori ujërat e kullosat, dhe malet i bëri të palëvizshme i forcoi. Për gjallërinë tuaj dhe të bagëtive tuaja, kur të arrijë vështirësia më e madhe, dita kur njeriu e kujton atë çka ka punuar, dhe i tregohet sktera çdo kujt që sheh. Atëherë, ai që ka qenë kërcënues, dhe e ka preferuar dash më shumë jetën e kësaj bote, me të vërtetë vendbani më sktera, kurse ai që i druan madhërisë së Zotit e tij dhe e frenon veten nga epshet, me të vërtetë vendbanimi i tij është xheneti. Të pyesin ty për kiametin, kur do të ndodhë? Çka ka rëndësi për ty ta përmendesh atë? Vetëm Zoti i di për te. Ti je vetëm paralajmëruesi atyre që i druajnë atij kiametit. Kurse a ditë që do ta shohin atë kiametin, atyre do të duket se kanë qëndruar në këtë botë, vetëm një mbrëmje apo një mëngjes të asaj mbrëmjeje.